keni për ta sjellë me vete për ta kujtuar gjithmonë. Po, ajo është një element dekorativ pikërisht për vitin e ri kinez. Jemi te viti i ri kinez. Na tregoni pak për vitin e ri kinez. Atëherë, viti i ri kinez starton, po flas pikërisht të këtij viti të 2026-s, starton me 17 shkurt deri me datën 3 mars. Çdo vit është i variueshëm në data, sepse është sipas llogaritjes së kalendarit hënor. Konsiston ky vit i ri në vitin e kalit, ose ndryshe ata e quajnë si Fire Horse, pra kali i zjarr. Simbolikat e karakteristikat është qësia dhe energji, dominancë, liri dhe tashmë kanë filluar dhe zbukurimet dhe pastrimet në çdo shtëpi kineze, pasi jemi në prag të festimeve. Dhe mund të themi që është një nga festat më kryesore, një event madhor që ndodh në të gjithë popullin kinez, pasi karakterizohet njëkohësisht dhe me dhënien e këtyre zarfave të kuq, që ata i simbolizojnë me emrin Hongbao, dhe brenda janë zarfa me lek, në të cilën dhurohen natën e vitit të ri. Sa lek janë këtu? Kjo është moneda më e lartë kineze, pra 100 yuan. E konvertuar na duhet të bëjmë llogaritje, po. 100 renminbi. Por unë shpresoj ndonjëherë kush lek në studio. Lek jo. Kinez mbi gjitha jen apo jo? Po, jen. Dhe tjetër është darka e shtruar me ushqime tradicionale kineze dhe është edhe ceremonia e fishikzjarëve në mesnatë.